Bismillahirrahmanirrahim. Edhe një gjë tek domon këmujshar. Allahu po innehu fakkar. Fakkar. Pra ai jo vetë fiqironte, edhe menonte, edhe krijante, edhe domon diçka kështu me paramendu. Pra ai në vazhdimsi, bile fakkar sikurse thot gati çdo minutë. Pra ju ka bo smundja i luftën ndaj pejgamberit alayhis salam. Fakkar e dyta çka? Wa qaddar. Njerë në vete, menoha, ke po, jo kjo, hajtë edhe një, jo kjo, edhe kjo, tani edhe jo, edhe në fund, faqaddar. Njerë feqiri me ngulfatin, me një, pa fundsisht. Wa qaddar. Ma gjithë aty ne ka dole se që ka rezultate. Qëla të peqin të mon ajo geniishtra, që nëpërmjet saj ma kollaj i rajm njerëz. E ke pasur këta politikanët parazillës domos, kur dojnë me i gënjy popull sikur se tash po ndodhet në Shqipni non, afër zgjidhjeve, se si fakkar. Ku më di se sa rrim pa gjumë ata, e sa kohë shpenzojnë që me 11 maj më arrit edhe një herë më avidh popullit votat. O qaddar. Edhe ai kundër pejgamberit, djalltas, majtas, me lloj njëri, lloj mënyre, lloj pagese, lloj çmimi, lloj oferte, o qaddar, në fund ai është kështu. Pra, një herë bën lajmërim, se çka ka bë. E dy herë të tjera lajmërim me rezultat. U vraft sa i poshtër që është. Sepse e din gjuhën mirë. Domon e kupton Kur'anin, e kupton bisedën, e kupton lajmërimin, e kupton çastin e Zotit librin e tij, sepse po i flet arabisht me gjuhën e babës, e nanës, e gjyshit, e stërgjyshit, një gjuhë të kulluar, të pastërt, e mbrojtur nga çdo ndryshim, nga çdo ndryshim. Faqutil, Allahu thot faqutil kayfa qaddar. U vraf sa i poshtër që është. Si ka mundësi kështu me menu? Si ka mundësi kështu me dal me këtë presupozim në fund? Si ka mundësi kështu me menu? Faqutil kayfa qaddar. U vraft, edhe u poshtroft, e u nënçmoft, e u sakatoft, e u harroft. Se sa i poshtër që është. Apet, thumma qutil. Apet, u poshtroft, e u vraft, e u sakatoft, e u harroft. Sa foshish me vëllezër është kjo betejë domosdoshmë. Deri në këtë shkallë Zoti e ka ngrit, edhe e ka këtë betejë verbale mes tij edhe këtij kriminali. Thumma nadhar. Prap, thumma nadhar. Lere që ka fiqiru, në fund të din ka dalë me asi ku ta dion me lloj rezultati, me lloj përfundimi, për llogaritje. Thumma nadhar. Edhe kur e ka taku pejgamberit, thumma nadhar. Me një lloj nënçmimi, me një lloj përbuzje, që aty e thukët, ose duke e ul, duke i ngjit nofka e emra, duke e ndërprej, duke mos e lamë e dërgu deri në fund mesazhin, ose kur kanë bashkëbisetu, ai kanë ngu deri në fund, ky çdo fjalë kanë ndërhy. Se ka lamë me çu bilas atë fjalën fillestare. Tash do tregon si veproj. Pra, një herë fiqirimin, përfundimin, rezultatin teorik. Tash praktik, thonë me nadhar. Kur ka shku te pejgamberi, se si është sill me ata. Kthehuni tek surja Naziat. Pra, i thash një ditë aty në shokëve, thash nëse doni me kuptu Firauni se sa poshtë ka, se sa kështu me në vlerësim i ka shiku ata përreth, pra popullin e Ben Israilit, vetëm shikoni se si i ka mbledh. Fahashara fanada, dhe thash atë sura Muzammil. I ka mbledh vëllezër sikur kafë, sikur lot. Edhe ju ka bërtit fanada. Sikur se sot e ke po kanë ata shefat që janë arrogant, kanë pasuri, e din që ata punëtor s'kan ka ikun, e ke po se si i trajton, se si i urdhëron, ndyrët ma tull. Qashtu dhe Firauni, qashtu dhe kë, është sill me njerëz të vet, ma të rob të vet. Mirë po, Allahu na mëson se në çastet e vështirësive njeriu me vet. Edhe zullumçari dhe këta që janë njerëz të karrierës, gjithmonë kanë qef me përfitu në kurrizë të popullit, vazhdimisht kërkojnë rrugdalje dhe pretekst. Pra gjithmonë kërkojnë rrugdalje dhe pretekst, mirë që mos t'i bindën pejgamberit alayhis salam, për shkak se në atë mënyrë atyre u hub domon kapitali. Edhe sa anit, sa njëri domon i poshtër është ai. Në çdo pasuri, domon jo çdo pasuri është mirësi.
teksa ati i shtohet pasuria bëhet më kryneq. Por ai sa më shumë që menon që po i shtohet, domthon e menon vetë kështu dini përzellën. Unë me ka një keq që të ke pasuni zvjen. Ai nuk e shet që edhe ne ka rri popullin, e ka shkatru popullin, edhe thot mos me ka ndonjë mirë, mu kishtu pasuri. Pra zotet derisa e ka përfundimisht. O gjallë t'u levu mele me mdut. Po i shtohet vazhdimësivisht kur e kap tani i me fëtë që thuj në Kosovë atje. Herën tjetër me meditime të reja, deri atëherë ju rujt i malli Zot nga thellësia e zemrës e faleminderit shumë.